duke lavdëruar Perëndin Triadik. Falenderoj kryeprefin e Sinodit të Shenjtë. U shënua një moment historik për Kishën Autoqefale Ortodokse të Shqipërisë me fronëzimin e hirësisë së tij Joanit si kryepeshkop. Ky akt solemn u zhvillua në një kishë të mbushur plot me besimtar, të cilët ishin të pranishëm për të dëshmuar këtë ngjarje të rëndësishme shpirtërore për kombin dhe besimin ortodoks. Fronëzimi i kryepeshkopit Joan është një moment me rëndësi të madhe, që simbolizon vazhdimsinë dhe forcën e besimit ortodoks në Shqipëri. Me këtë ngjarje besimtarët marrin një udhëheqës të ri shpirtëror, i cili do të udhëheqë kishën me devotshmëri dhe përkushtim, duke i dhënë besimit ortodoks fuqinë dhe bekimin hyjnor për çdo besimtar. I vetëdijshëm për beshën e kësaj përgjegjësie, i lutem Zotit tonë Jezu Krisht, themeluesit të kishës, të më japë energjinë, forcë dhe urtësi për të përmbushur këtë mision të shenjtë ndaj kishës së tij. Me dorën time e nënshkruaj këtë zotim.